Për t'i paraprirë situatës së zjarreve në sezonin veror, shtabi i emergjencave në prefekturën e Qarkut Shkodër ka zhvilluar një mbledhje. Pas takimit, shefi i emergjencave në prefekturë Pëllumdani tregoi se bashkitë kanë marrë masa ndërsa foli edhe për problematikat. Bashkitë kishin marrë masa të mira për menaxhimin e zjarreve. Kemi pas zonat malore, i kemi kushtuar një rëndësi tepër të veçantë zonave turistike, rezervateve. Janë organizuar sistemi i vrejtimit me vullnetar. Kërkesa imediate e bashkive ishte pajisja me mjete të reja zjarrfikse. Situata e mjeteve të zjarrfikse nuk mund të themi që është eficiente, është tejet e amortizuar. Një ndër pikat më kryesore që neve sot diskutuam dhe analizuam ishte pikërisht kjo, që ky zjarr të konstatohet që është i qëllimshëm apo jo. Janë ekzistente hidrantet. Ju lë detyrë strukturave përkatëse të bashkisë që të verifikohen, të monitorohen dhe të verifikohen sa nga dëshmëri janë këto dhe pas një verifikimi që të bëjmë me grupe pune, ato do të informojnë se cili është niveli teknik dhe çka kërkohet që këto të vënë eficiencë punët. Lidhur edhe me situatën e rreshjeve të shiut në Malsinë e Madhe për dëmet në rrugën e Tamarës dhe urën e Shembur në Vugël, po merren masa. Ky segment rrugor është në kuadrin e rikonstruksionit që po bën Fondi Shqiptar i Zhvillimit, i cili morrin masat të njëjshme dhe që është dje vënë eficiencë punët. Ndërsa kemi një problematikë të përsëritur tashmë në Vugël, kemi kërkuar një projekt më të plotë me qëllim që të bëjmë një hyrje definitive dhe të mos përsëritet situata siç ishte edhe kjo e fundit. Gjatë viteve të kaluara, zjarret kryesisht në zonat malore kanë shkaktuar dëme, ndërsa këtë vit me kalimin e kompetencave pranë bashkive të mëdha, pritet që të ketë një menaxhim më të mirë.